20 qershor, në orën 00:00 është Skoci-Marok. Skocia vjen me 3 pikë, Maroku me 1 pikë. Do jetë një ndeshje shumë e fortë, për mendimin tim, do jetë shumë e luftuar. Mendoj që Brazili Afrikës Maroku fiton. Pastaj, në orën 02:30 që do na lejnë pa gjumë, është Brazil-Haiti. Brazili do ndryshoj komplet fytyrën, edhe pse ndeshjen e parë bëri diçka shumë të mirë, luajti shumë mirë, po marrë me barazim. Këtë ndeshje do të lirohen gjithë lojtarët, gjithë sulmuesit do bëjnë gola dhe do të ndryshoj komplet faqja. Pastaj në orën 05:00 është Turqi-Paraguay. Turku vjen nga një humbje me Australinë, Paraguay vjen nga një humbje me Amerikën, kështu që është një ndeshje përsëri shumë e fortë, po unë personalisht jam që do fitoj Turku. Dhe pastaj në orën 19:00 në katër televizione dhe një projektor, ne do ta shijojmë te shtëpia vjetër, është Holland-Suedi. Super ndeshje. Ju mirëpresim me qëra fjala. Ndërsa në orën 22:00 është Gjermania me Bregun e Fildish. Gjermania vjen nga fitoria 7-1 me Curaçao, ndërsa Bregu e Fildish vjen nga fitoria 1-0 në minutën e fundit. Për mendimin tim, do jetë akoma dhe ndeshje shumë e bukur dhe shumë e luftuar, por do të marrë 90 minuta dhe në fund fiton Gjermani. Pra, mos harroni, ju mirëpresim te shtëpia vjetër, të shijojmë çdo ndeshje të botërorit 2026. Mos harroni, ju mirëpresim.